Në muajin qershor fillon faza e parë e realizimit të hapjes së bulevardit Blagoja Toska në Tetov, pas shumë premtimeve, zhakitjeve gjatë ekspropriimit të pronave sipas drejtuesve të ndërmarrjes publike për menaxhim me tokë ndërtimore. Faza e parë do të fillojë në muajin e ardhshëm, kur edhe pritet rënimi i 3 objekteve të para për fillimin me punë të hapjes së bulevardit Blagoja Toska. Këtë e ka bërë të ditur Arsim Nuredini, drejtori i ndërmarrjes publike për menaxhim me tokë ndërtimore, sipas të cilit është arritur marrëveshje me 2 pronar për kompensim. Në ndërkohë, gjatë ditës së njëjtë është menjanuar një barakë e cila ishte vendosur afër urës së Gurit në këtë lagje. Gjatë ditës së sotme është larguar edhe një barakë në këtë pjesë të qytetit, gjithsesi që gjendet në pjesën lart tek Spitali Klinik i Tetovës, që duhet të rikthehet në hyrje për në spital dhe të vazhdojë më pas deri tek ura që do të lidhet me pjesën e bulevardit Blagoja Toska, por njëkohësisht edhe do të shkarkojë pjesën në hyrjen kryesore të spitalit, deklaroi Nuredini. Ai ka thënë se krahas kësaj barake, po ashtu edhe shumë baraka tjera apo kioska do të rënohen për të liruar trotuaret e uzurpuara që qytetarët të lëvizin malirshëm. Në fazën e dytë, gjatë procesit të ekspropriimit, do të rënohen 19 objekte në këtë bulevard. Për të realizuar deri në fund këtë projekt, sipas autoriteteve të komunës së Tetovës, ka kosto të lartë për realizim, nga se janë rreth 20 objekte që duhet të rënohen dhe kompenzohen.